Jetojmë në një kohë ku bota e informacionit është mjaft e gjerë, ndërsa vetdia shpesh e pakët. Prandaj, nga themelet kryesore të ndërtimit të njeriut është leximi. Leximi ndriçon mendjen, ndihmon njeriut të kuptojë vetveten e tij dhe botën në të cilën jeton. Këto ditë të bekuara të Ramazanit, pra Ramazani është një mundësi e artë që ne të lexojmë, të mësojmë, të përparojmë. Nga se Ramazani është muaj i fjalës së shpallur. Për këtë arsye, fjala e parë që i ka zbritur të dërguarit tonë të dashur Muhamedit a.s. ishte fjala lexo, mëso, studio. Kjo ishte një thirrje jo vetëm për një individ, po për mbar njerëzimin. Andaj të nderuar shikues, le të mundohemi që secili nga ne të lexojmë, të mësojmë, të përparojmë. Nga se vetëm me lexim mund të shkojmë përpara. Pejgamberi i dashur Muhamedi a.s. ka thënë: "Më i miri prej jush është ai që e mëson Kur'anin dhe o mëson atë të tjerëve." Andaj të nderuar teleshikues, le të mundohemi secili nga ne që të mësojmë Kur'anin, të lexojmë Kur'anin, të praktikojmë Kur'anin, nga se leximi ndihmon që të forcojmë lidhjen tonë me Zotin, na ndriçon mendjen dhe hap vizionin tonë të diturisë. Po ashtu, pejgamberi i dashur Muhamedi a.s. ishte shembull në çdo aspekt të jetës tonë, e në këtë rast edhe të mësimit, të edukimit, të këshillimit. Kur është pyetur Aisha radiallahu anha për moralin e Muhamedit a.s., ajo ka thënë: "Morali i tij ishte Kur'ani." Andaj të nderuar shikues, le të mundohemi që ta lexojmë Kur'anin, ashtu sikurse që e ka lexuar Muhamedi a.s. E ku më mirë se sa në këto ditë të bekuara dhe të numëruara të muajit të Ramazanit t'i vëmë në praktik ato, të kënaqim shpirtin, të ushqejmë zemrën tonë me adhurime të cilët i bëjmë vetëm që të arrijmë kënaqësinë e Allahut xhaleshanehu. Të nderuar shikues, faza e parë e diturisë është heshtja, faza e dytë është dëgjimi, faza e tretë është mësimi, faza e katërt është veprimi dhe faza e pesë shpërndarja e saj. Lutem që gjitha këto këshilla të cilat i ndëgjuat në këtë ditë të bekuar të Ramazanit t'i shpërndani me të tjerët dhe t'i vëni në praktik. Allah ju pranoft agjërimin dhe veprat e mira.